Përshëndetje të dashur miq. Sot do të bëjmë një baklava. Për këtë recetë na duhen 1 kg miell, 1 kg arra, 10 kokra vezë dhe 100 g vaj ulliri. Ju mund ta bëni me çfarë vaji të dëshironi. Unë e bëj me vaj ulliri. Për një baklava të mirë dhe të shijshme na duhen produktet shumë të mira. Si për shembull vezën e freskët, miellin e fshatit, arrën e vendit, vajin e ullirit. Vazhdojmë nga puna. Na duhet edhe gjalp, edhe nise shte, po bëjmë brumin njerë dhe pastaj vazhdojmë me gjërat e tjera. Miell gruri vendi. Kemi marrë një robot kuzhine. Në enën e robotit do të shtojmë vezët. 10 kokra vezë. I thyejmë të gjitha një nga një. Shtojmë edhe 100 ml vaj. Maja gishta shkrip. E mbyllim robotin dhe fillojmë të tirajmë. I largojmë rrahsen e vezëve dhe vëmë ato të brumit. I kemi rrahur vezët dhe vajin dhe tani shtojmë gjysmën e miellit. Kemi shtuar miellin dhe tani vazhdojmë ta punojmë me anë të robotit. Shtojmë dhe pjesën tjetër. Do ta lëm këtë pjesë. Ulim robotin dhe fillojmë të punojmë. Shtojmë dhe këtë pak miell që na ka ngelur. I kemi rrahur për 10 minuta me robotin e kuzhinës. E mbulojmë me një plasmas kuzhine. Ambienti ku do të bëhet baklavaja duhet të jetë i ngrohtë. Dhe brumi hapet shumë mirë. E lëm të pushoj të paktën 30 minuta. Unë do ta lë të pushoj 1 orë. Brumin e kemi lënë të pushoj për 1 orë. Kemi dhe rreth 400 gram niseshte. Brumin e kemi ndarë në 2 pjesë. Një pjesë do ta bëjmë topa, një pjesë do ta lëm përsëri. Dhe do t'i vëmë përsëri letrën qesa sipër që mos na thahet. Tani do t'i ndajmë në përtoptha sa një kokë rare. Unë e kam ndarë në 25 topa. E tani do t'i vendosim në tepsi dhe do t'i mbulojmë që të mos na thahen. I mbulojmë me një peshqir kuzhine dhe fillojmë hapim petët. Këtë baklava do ta bëjmë pet dhe petët do t'i hapim mbi çarçaf. Të thahen, tepsinë e kemi 40 cm. Tani do t'i hapim mbi çarçaf. Ja dhe petët po i hapim një nga një. Kjo është peta e fundit nga 25 të parat. E hapim edhe këtë.
Marrim pjesën e dytë të brumit. Dhe ndajmë edhe këta në kuleç, në 25 kuleç të tjerë të vegjël. I kemi ndarë në 28 toptha dhe tani fillojmë dhe i hapim. Fillojmë përsëri me të tollur. Ja petët si i kemi hapur dhe të parat kanë filluar të thahen. Vazhdojmë punën. Petët e para janë tharë dhe do t'i mbledhim. Tani do të fillojmë të hapim petët e tjera në çarshaf. Këto do t'i lëm dhe pak që të thahen. Kemi 800 gram gjalp dhe e tresim. Kemi marrë një grirëse elektrike dhe tani do grim arrat. Grim dhe pjesën tjetër, nuk i kemi grirë shumë, grim dhe pjesën tjetër të mbetur. Te arrat do të shtojmë 2 lugë me sheqer. 2 lugë gjelle. Dhe do t'i përzjejmë. Arrat i kemi gati. Gjalpi po shkrin. 4 petë. Do t'i shtrojmë 2 poshtë në tepsi dhe 2 lartë. Hapim petën e parë dhe pastaj vazhdojmë me tjetrën. Hapim petën e parë në tepsi. Vazhdojmë me petën e dytë. Kemi shtruar të dyja petët dhe tani vazhdojmë me petët e thata. Poshtë do të vëmë 20 petë dhe pastaj do hedhim shtresën e parë të arrave. Kemi shtruar 20 petë dhe tani do të shtojmë gjysmat e arrëve. Tani vazhdojmë me pjesën tjetër të petëve. Kemi marrë 15 petë dhe 15 të tjera i kemi lënë këtu. Gjalpi është tretur, ta lëm pak sa të ftohet dhe pastaj do t'ja shtojmë baklavas sipër. Vazhdojmë me 15 petët e tjera. I kemi hedhur dhe 15 petët e tjera dhe tani shtojmë arrat. Vazhdojmë me pjesën tjetër të petëve. Kemi dhe 15 petë të tjera që ja vëmë sipër. Tani bëjmë dhe një petë e hedhim sipër. Sipër petëve të thata, vendosim një petë të njomë që ta presim më mirë.
Tani filloj me presim. Tani do të shtojmë gjalpin. Shtojmë gjalpin në të gjithë sipërfaqen e baklavas. Gjalpin ja kemi hedhur. Se shtena ka ngrënë shumë pak, rreth 150 gram, jo më shumë. Furrën e kemi ndezur në 200 gradë dhe e kemi lënë sa është nxehur. E vendosim në furrë. Baklavan e kemi hequr nga furri dhe e kemi pjekur në 1 orë e 30 minuta me 150 dhe 1 orë e 30 minuta për 100 gradë. 3 orë të gjitha së bashku. Tani do vazhdoj me sherbetin. Për sherbetin na duhet 1 litër ujë dhe 1 kilogram e gjysmë sheqer. Tu kemi 1 gjysmë. Do t'i shtoj 1 shkop kanele dhe disa karafila. E vendosim në zjarr dhe e lëm sa të marrë val, të shkri sheqeri. Sherbeti ka filluar të marrë val. E zjejmë për 10 minuta dhe e hedhim direkt baklavas. Baklavaja e ftohtë, sherbeti i nxehtë. Pasi e kemi zjerë për 5 minuta, shtojmë lëngun e gjysmës së limonit. E përzim, e lëm dhe 3-4 minuta të tjera dhe e largojmë nga zjarri. Mos harroni asnjëherë lëngun e limonit sepse sherbeti u sheqeroset. E kemi zjerë për 10 minuta, tani e largojmë nga zjarri. Tani fillojmë shtojmë sherbetin tek baklavaja. Baklavaja e ftohtë dhe sherbetin të nxehtë. Baklavasja kemi shtuar të gjithë sherbetin, baklavan e mbulojmë dhe e lëm të pushoj. Kjo ishte edhe baklavaja që kam bërë. Gëzuar Barjamin.